Pas rreshjeve të dëndura të ditëve të fundit, fusha e Maliqit është përfshirë nga përmbytje të konsiderueshme, duke shkaktuar dëme serioze në tokat bujqësore dhe kulturat e mbjella. Fermerët e zonës shprehin shqetësimin e madh për situatën që sipas tyre po përkeqësohet nga ora në orë. Njëri prej tyre, Agron Guri, thotë se një pjesë e mirë e sipërfaqeve të mbjella me patate dhe grurja në ujë. Ai tregon se ka investuar shuma të mëdha për prodhimin, por tashmë një pjesë e tokës është dëmtuar plotësisht dhe pjesa tjetër rrezikon të shkatërrohet nëse rreshjet vijojnë. Sipas tij, 10 fermerë të tjerë ndodhen në të njëjtën situatë dhe ndihma e shtetit është domosdoshme. Me tokat unë kam bjellë, kisha me gjithë djemë të me vlezë, kisha 50 hektar patate. 10 hektar i kam futur në shtëpi, i kam pashitur. Kam edhe 20 hektar këte. Gjithashtu 7 hektar i kam bytur fare, edhe është në vazhdim. Se ujtë akoma po ikën për nga një gjareci. Sa filloj të hyjë. Grurin kam bjellë 15 hektar, 8 hektar është i rizikuar, fill pas patate. Jemi shumë në altë madhë, duhet të verë, ne s'kemi të evres vedor, as për vadite këtu, as për kullime. Po të dalim në ure Maliqit tashi, tu them unë ku pengohet ujtë, po tashi ata janë shumë fermerë, po ja 50-60 vetave ja ka marru me tjera. Ata kanë dekur, ca ka një kurbet. Unë i punoj, naftën nuk ma japin se do në të rinë, mua njërzit më kanë vdekur, s'kam ku je, më vinë krushqit e atyre mi marrin lekat, edhe unë së në cërni nuk marrë. Qa vi shtetit të në ndimoj se nuk varuam, jemi me kredi në bankët. Ndërkohë Bashkim Guri, një tjetër fermer i zonës, pohon se përmbytjet i kanë bllokuar korrjen e misrit, ndërsa prodhimet e tjera i ka ende të pashitura në magazin. Ai thotë se dëmi në tokat e tij llogaritet në disa milion lekë dhe situata, nëse rreshjet vazhdojnë, mund të bëhet edhe më e rëndë. Sipas tij, shumë fermerë janë në prag të falimentimit dhe nuk do të kenë mundësi të vijojnë punën vitin e ardhshëm pa mbështetjen e institucioneve. Kam misri, kam përshi se qep nogja, qep në kam magazin pa shitur. Trek s'ka, tera. Misri mbeti pa korur se unë bytë në tokat të shivu s'na kalend, është i shtetit ditë shikojt situatën tonë si eshtë. Mua, misër, kam 15 ly misër, ka që me është përmbytur mua. Grur s'kam bjella koma se zonë shire. Po dem, rrët 2 melon e gjysëm, ka rezik. Mund veç gjerë një zhaves, të mbytet edhe sheqera, si po vazhdoj kështu gjerë, si që ka dhe në gjerë tenë me lagështira. Se po u fry devolli, mbyten tëra, se kanalet devolli gjerë në pylli fazanve është pastruar, po kanalet dytësorë se shvendor fare në dytësorët. Po për të gjithë, se është vetëm allime, është për të gjithë, jemi në katastrofë, jemi në barbarë, unë për motë të tutje nuk vazhdoj të të me, se s'kam buxhet. Fermerët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të vlerësuar dëmet dhe për të ardhur në ndihmë me qëllim që të shmanget një krizë më e thellë ekonomike në një nga zonat më të rëndësishme bujqësore të vendit.